Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka çuditur edhe mjekët jashtë i largova dhimbjen e kockave pa nevojën e ilaçeve. Dhimbjet e kockave po kthehen në një shqetësim mjaft shëndetësor të përhapur kudo, madje edhe në vendin ton. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht po i përdorin muskujt dhe kockat për më shumë kohë. Ndërkohë, sipas ekspertëve në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim tërësisht natyral i cili do t'ju vi në ndihmë kundër dhimbjes së kyçeve. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ai ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet akoma edhe më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë njëkohësisht aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit gjithashtu rregullon edhe qarkullimin e gjakut i cili rrjedhimisht i mban organet tuaja më të shëndetshme. Si edhe trajtimi me vaj dhe krip kërkon pikërisht kripdeti sepse ajo ofron përfitime tërësisht të mëdha duke qenë se përmban magnez i cili do të forcojë indet. Sipas informacioneve, mineralet e tjera të gjendura tek kripa janë njëkohësisht shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe të muskujve. Ndërkohë, sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit nga ana tjetër përmirëson qarkullimin tuaj të gjakut dhe ai minimizon sasitë e kripës së tepërt dhe sidomos të sodiumit në gjak duke ulur kështu edhe tensionin e tij. Ndërkohë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurrës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzjeni së bashku. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja dhe njëkohësisht masazhi fillestar duhet që të zjasë për rreth 3 minuta dhe ju duhet që të arrini të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kurrë duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe njëkohësisht afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe njëkohësisht qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër, ndaj ne ju këshillojmë që ju ta provoni këtë metodë. Një nga problemet më të zakonshme shëndetësore sot është padyshim dhimbja e kyçeve. Gjendje të ndryshme mund të shkaktojnë lëndime në kocka, ligamente dhe gjithashtu kërce rreth kyçeve. Nëse keni dhimbje kyçesh, ju do të vëreni simptoma të cilat munden që të shkaktojnë ëndje nxehtësi, dëbësi, skuqe, paqëndrueshmëri, butësi dhe humbje të diapazionit të lëvizjes së kyçit. Dhimbja e kyçeve mund të bëhet jashtëzakonisht e dhimbshme,
Për fat të mirë, këtu do t'ju prezantojmë diçka natyrale e cila do t'ju ndihmoj të merrni një lehtësim të menjëhershëm. Është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe të gjithë përbërësit mund t'i keni në shtëpi. Limoni gjithashtu është një frut i pasur i cili ka vitamina dhe minerale si për shembull vitamina A, vitamina B6, C, B1, fosfor, kalcium, kalium, pektin, magnez dhe të tjerë. Shumë njerëz përdorin vetëm mishin e limonit, por nuk e dinë se edhe lëkura e limonit ka shumë përfitime shëndetësore. Zhveshim limonin, pasi ai përmban disa veti shumë të fuqishme antiseptike dhe njëkohësisht anti-inflamatore dhe ndërkohë është i shkëlqyer për lehtësimin e dhimbjeve nervore, si edhe për përmirësimin e shëndetit të enëve tuaja të gjakut. Është gjithashtu një mënyrë shumë efektive për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve. Këtu ne do t'ju paraqisim mënyra se si lëkura e limonit do t'ju ndihmoj kundër dhimbjeve të kyçeve. Fillimisht, griheni lëkurën e limonit, por me kujdes. Do të fërkoni vetëm pjesën e verdhë. Vendoseni lëkurën e limonit në zonat ku ju ndjeni dhimbje dhe vendosni një fash me to. Lëreni kështu për disa orë dhe do të habiteni nga rezultati. Një tjetër recetë është kjo. Ju duhen 2 limon, vaj ulliri dhe gjethet e eukaliptit. Thjesht qëroni limonin dhe mbajini lëkurat në një kavanos qelçi. Siguroni që t'i mbuloni plotësisht me vaj ulliri ekstra të pastër. Ndërkohë, më pas shtoni gjethet e eukaliptit, mbylleni kavanozin fort dhe lëreni të pushojë për 2 javë. Kur të ketë mbaruar kjo punë, mund ta përdorni për zjerjen. Zhyt një garzë dhe vendose atë në zonën më të dhimbshme. Mbulojeni më pas me një fash. Për rezultatet më të mira aplikojeni këtë metodë çdo natë para se të shkoni në shtrat dhe ndërkohë kjo terapi fizike do të ketë nevojë për më shumë kohë për veprim pasi nuk lëvizni fare. Provojeni sot, do të habiteni vërtet si një metodë natyrale mund t'ju ndihmojë kaq shumë. Nëse vuani nga dhimbjet e gjurit dhe sidomos gjatë natës, këtu ne do t'ju prezantojmë disa receta të cilat do t'ju vinë në ndihmë. Por fillimisht, çfarë shkakton dhimbjen e gjurit gjatë natës? Osteoartriti dhe reumatizma. Këto sëmundje autoimunitare mund të shkaktojnë dhimbje të forta të gjurit gjatë natës. Shumë prej pacientëve të cilët vuajnë nga këto sëmundje raportojnë dhimbje të forta të gjurit veçanërisht gjatë natës kur trupi juaj pushon. Simptomat të tjera njëkohësisht përfshijnë edhe inflamacionin dhe mungesën e fleksibilitetit dhe vështirësinë në lëvizje. Inflamacioni i tendinave. Inflamacioni i tendinave nga ana tjetër prek zakonisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ata të cilët merren me një sport intensiv. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se mund të përdorni këto receta të mjekësisë alternative për të lehtësuar dhimbjet e gjurit. Kompresat e ngrohta. Kompresa e ngrohtë mbi gjuhë ndihmon në largimin e dhimbjes në mënyrë natyrale. Kompresa duhet mbajtur mbi gjuhë për 15 minuta. Xhenxhefil. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zieni 1 centimetër xhenxhefil në një gotë me ujë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.